Kapiteni i Vllaznisë dhe ish sulmuesi kombëtar Bekim Bala ishte personazhi në fokus i edicionit të 5 të Tatham Shkodër, që organizohet nga Këshilli Vendor Rinor i Shkodrës dhe Qendra Rinore Atelier. Sulmuesi i njohur ishte pjesë e një takimi motivues me të rinjt në Shkodër, ku përcolli edhe një mesazh inkurajues dhe frymëzues për brezin e ri. Realisht një mirë kur të rritë e qytetit, si më thonë, thrasim me të një gjuhë për të marrë diçka nga eksperjenca që kam kalu. Se si që kam thonë, normalisht që futbolli edhe sporti nuk mëson se si të bosh sport, por t'jep edhe të mëson shumë më shumë gjatë gjithë karrierës. Mendoj këtë shembull japim edhe ne si sportista për ditë, të ato njerëz që vinin na shohin, dhe një shembull që e kam marrë unë nga brezat që kam ndjek në shkallët e stadiumit, kështu që jo vetëm si sportist, por ndoshta edhe si njeri duhet të transmetojmë edhe të jemi një shembull për të ndjekur. Sigurisht që këshillat e mia janë që të zgjellin ndjekun ëndrat e tyre, bojnë atë që kanë dëshirë më shumë, pasi jam i sigurt që do bëjnë më mirë se çdo gjë tjetër. Në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi, Bala ndau edhe emocionet dhe përjetimet e asaj mbrëmje të paharrueshme, ndërsa theksoi se përballja e radhës ka një tjetër peshë të rëndësi. Them drejtën, normalisht si thotë, është një ndeshje që ngëllenet e metet me memorien e gjithë. Mund të them për rrethanat që ishin edhe në atë ndeshje, djem bën gjithë maksimumin, mund të them e treguan që dhe pse të pak numër që ishim, normalisht nuk na mungoj asgjë për të rritur simbolet tona. Ndoshta në këtë moment jemi në një situatë ndryshe, siç thashë edhe më herë, kjo ndeshje është mallore për objektivat që kemi ne. Pasi Serbin mund të shohë si kundërshtarin direkt për kualifikim të mundshëm në botëror, një ëndër për gjithë shqiptarë që besoj që ky grup ka forcën ta bëjnë realitet dhe nisu nga kjo ndeshje në Tiranë, mendoj që djem duhet rrinë qetësinë, duhet jenë zhakftohet dhe ndoshta mos t'i marrin shumë ajo atmosfera e shkallës stadiumit, pasi ngarkesa emocionale është e madhe për një ndeshje të tillë. Shpresoj të jenë zhakftohet dhe të bëjnë më të mirën e mundshme në fushën e lojës, dhe të arrijmë dalë me një fitore që do na vlente shumë. Takime si ky me Bekim Bala, i cili është një shembull i madh profesionalizmi, tregojnë se rrugët drejt suksesit arrihen me shumë punë dhe sakrificë.